Je ka i tjetër son fjallë me bashku shqiptarë dhe me ndohë qytetarë nuk është në Kosovë tu të regu kur shenë qytetarët e mire qytetarët e këshit këti venja, cilat janë partit mira, cilat partit këshia, jo. Ato që e ka bo Albin Kurti në Macedoni, e ka hum qeverisjen e shqiptarëve në komuna që është Kërqova, i ka këthy partit macedonase. Pse se s'kanë mujtë mu bo bashkë partit shqiptare, për shkak direktivave që kanë marrë pjesë në Kurti. Nuk krahasohen. Nuk krahasohen. Po ka qeverisë shqiptare tash e qeverisë. Tash e kanë hu. Përpara ka qeverisë shqiptare, tash e kanë hu. Se s'bën bashkë. Mirë, duhet të kaloj tek një temë, në fakt edhe të marr komentet e gjithëve, ka të bëjë me çështjen e buxhetit, zoti Mustafa, që është bërë shumë e madhe, sidomos në komunat si Prishtina, ka përshtypjen dhe Vushtrria sa të ka reaguar me probleme buxhetare. Gjilani, Zubin Potoku, po natyrisht e çështja e buxhetit përgjithshëm. Nëse mund ta amnistojmë PDK-n nga përgjegjësia në zdërtimit të institucioneve, sepse Dorën Zama nuk patet ofertë nga lëvizja vetëvendosje si parti e parë. A mund ta amnistojmë krejtësisht nga përgjegjësia për buxhet PDK-n? Shiqoni, kjo çështja e buxhetit nuk mund të analizohet ndarës nga bllokimi i institucioneve. Se kemi me metna pa buxhet. Nuk është kjo informate e sotshme. Prej, kur kam përfundu zgjedhjet në Shkurt, u ditë që nëse nuk miratohet buxheti i Kosovës deri në fund të vitit, na rrezikojmë me pa buxhet. Vetëvendosja, në kohën kur tentoj ke 52 herë me zgjedhja Alborena Haxhiun edhe kur e dike që nuk i ka numrat, e kanë ditë që janë të ju ofrua fatit kur vendi rrezikon me pa buxhet. Madje edhe në fund me qeveri. Kërkur mandat për Glokun Jupsën të mos i pas numrat, pa e ndje urgjencën që vendi po mbetet pa buxhet. Dhe sot kjo situatë me buxhetin lidhet me këtë pengmarrjen e shtetit, të institucioneve dhe të buxhetit nga qeveria e Albin Kurtit. Sot e kemi një parti politike e cila i ka blloku konstituimin e institucionit të vendit, e ka pamundsu buxhetin dhe pi thot qytetarëve, pi thot komunave, nuk ka buxhet. Sot kemi komunën e Prishtinës, që i kanë mjetet vetanake, që i takojnë komunës, por që nuk po i lëshohen nga kjo qeveri. Kemi rastin me RTK, e njëjta qeveri, me të njëjtin status të qeverisë në detyrë, në qershor i huazon mjetet e RTK-s për një pagu pagat, tash i thot, jo, na nuk e bojmë këto 2 herë. E njëjta qeveri, jashtëligjshëm, krijon shpenzime të reja për buxhetin e Kosovës, përmes pensioneve shtesave, në njërën anë, po në anën tjetër thot për të kënë nuk ka paga. Kjo nuk ka të bëj me buxhet. Kjo nuk ka të bëj me buxhet. Kjo ka të bëj me një presion të vazhdueshëm që kjo parti po i bën Radio Televizionit Kosovës. Kemi pa edhe me masa ndëshkuese ndaj moderatorëve që kanë guxu me sfidu eksponentët e qeverisë së kaluar se çka ndodhi me pozicionet e tyre në RTK, dhe kjo tani është vetëm një mas, një presion shtesë e nënshtrimit nga dikush që ka marrë peng buxhetin e Kosovës dhe po vendos në mënyrë autokrate se kur e hap arkën për me shpërnda pare, sikur në rastet kur ju dashtën para zgjedhjeve lokale, ndërsa në raste tjera ku vlerëson se nuk ka efekt elektoral, mi pagu pagat 700 punëtorëve të RTK-s, thot ne nuk kemi drejt me hap arkën e shtetit. Ose ke drejt, ose s'ke drejt. Nuk mundesh me pas drejt kur po të vynë para zgjedhjeve me tentu me ble vota, ndërsa tani kur nuk ka ne fare efekt elektoral ato 700 familje të RTK-s, po thuj, jo, ne nuk kam drejt me pagu pagat. Ose ki, ose s'ki. Nuk mundesh me dy par standarde me lu. Veç kisha dash me shtu dhe 2 instanca që kemi pa në të kalumen, si kur të kishë qenë kjo hera parë që po ndodhë me vetëvendosjen, sinqerisht kishim mendu që ndoshta mundet me ekzistu ndoj argument ndryshe. Mirë po na kemi pa për gjatë qeverisjes vetëvendosjes, se si ka trajtu që ka qenë pa me ma herët, sinqerisht nga cilat të qeveri, jo veç e PDK-s, po dhe të tjerat, mënyra që shenë trajtu komunat që s'kanë qenë të udhëhequra prej VV-s. Hini në për media, veç në Google mundi me kërku, ankesat e kryetarëve për mënyrën që është trajtu buxheti komunave të tyre. Mos flasim që ka pas raste, sikur vëshimet që kanë qenë për shembull në Drenicën, Skënderaj, kur ka pas edhe katastrofa natyrore dhe në fakt nuk ju ka ardhur në ndihmë financiarisht po flas, qeveria komunave dhe do është me ngrit fonde
përmes qytetarëve në mënyrë vetanake, në mënyra tjera kreative, për më ndihmu qytetarëve me rekuperu. Kështu që kjo është, pra po thëm, ma herët në emisionin përmenda është kriju një fatkeqësisht standard me quajt, po një standard i ri, qysh me bashkë çka dush kur jenë pushtet. Dhe partitë të cilat e respektojnë shtetësinë, demokracinë, nuk i respektojnë veç limitet ligjore që i kanë, po edhe ato etike, sepse nuk dojnë me kriju një standard që i mëson të tjerë, që e ullë, dhe më thonë, standardin e vlerave në shoqëni, në institucione, dhe i mëson të tjerë që këto gjithkush mundet me bëhet gjithçka nëse ka pushtet. Kështu që ky është një problem më